Një falenderit shumë të madh të gjithë atyre që kanë punu pafund këto javë, që data 15 janar të jetë një sukses. Kështu që falenderimi i parë shkon për ju që jeni këtu, edhe për gjithë mundimin që keni pasur këto ditë. Që shkoa ime t'ju duart rokas juve. Ajo që do të bëjmë datën 15 janar do të jetë një festim i 20 viteve, i histori suksesit të trinjve progresistë dhe socialistë në Shqipëri. Këto nuk kanë qenë 20 vite të lehta, ka pasur disa kohë kur kryeministra si zoti Pandeli Majko ka qenë krenaria e Freshit, aktivistë si zoti Ilir Zela do të jenë nesër me ne për të na treguar se si ishte në fillim kur filloi lëvizja rinore në Shqipëri. Ajo që do të jetë kryesore është që vendin kryesor edhe skenën do ta zënë të rinj nga gjithë Shqipëria, të cilët punuan në mënyrë fantastike në fushat në fundit, sollën një histori suksesi duke filluar nga Saranda, nga Himara, në Laç, në Kavaj, edhe deri në Burrel. Kështu që kjo do të jetë një moment për të reflektuar dhe për të falenderuar gjithë ata të rinj që kanë punuar për Freshin dhe për Partinë Socialiste. Ky do të jetë një moment për të rifreskuar nga vetë slogani ynë refresh. Refresh i bëjmë kompjuterit kur ngec, refresh i bëjmë jetës tonë kur marrim rezoluta të reja, ndaj dhe duke qenë se është aktiviteti i parë i Partisë Socialiste, do të jetë një rifreskim, do të jetë një mënyrë për t'ia filluar disa gjërave nga e para me këtë vit të ri. Do të jetë një moment për t'u hapur ndaj djemve dhe vajzave të rinj, të cilët duan të bëhen pjesë e kësaj lëvizje. Ka disa të rinj të cilët ndoshta nuk besojnë në çdo gjë që ne besojmë. Po nëse ka vetëm një çështje e programit tonë, qoftë ky buxheti i arsimit, qoftë ky punësimi i të rinjve, qoftë kjo mbrojtja e mjedisit, nëse ka të rinj që qoftë të paktën në të njëjtën pikë, bashkohen me këtë ide, ju lutem mirëpritini dhe tregoni që janë më së të mirëpritur në Partinë Socialiste edhe në Fresh. Gjithashtu duam që të kemi një mesazh për ata të rinj që studiojnë jashtë. Ka shumë të rinj të cilët janë duke studiuar e kanë mendjen në Shqipëri, do të kemi disa mesazhe për tyre, do të jetë një mundësi për t'ju treguar që i mirpresim dhe ata, të kthehen në Shqipëri me energji të reja, me dije të reja për të bërë punë të mbare në Shqipëri. Aktiviteti i parë do të fillojë në orën 10:30 në Pallatin e Kongreseve. Do të jetë aktiviteti më i madh dhe më kryesor i ditës. Por ideja është të pushtojmë gjithë Tiranën gjatë asaj dite. Pasi të mbarojmë Pallat Kongreseve, do të kemi një ekspozitë e cila do të zhvillohet në bulevard. Bulevardi, në fakt, bulevardi kryesor i Tiranës, ka qenë vendi ku kemi pasur shumicën e aktiviteteve në 6 vitet e fundit. Ka qenë vendi ku është protestuar, nëse në të gjithë botën personi i vitit doli i protestuesi, si njeriu i thjesht që i dha formë gjithë ngjarjeve të globit, nuk ka asnjë arsye pse ne si të rinj shqiptar të mos nderojmë protestuesin shqiptar. Ata që protestuan si tetraplegjik, ata që protestuan si minator, ata që protestuan si student, ata që protestuan si njerëz të dhunuar, ata që protestuan në 21 janar, ata që i dhanë formë jetës në Shqipëri në 6 vitet e fundit, kështu që ky do të jetë një moment për deklaruar protestuesin shqiptar si njeriu e vitit. Dhe kjo ekspozitë është për këtë arsye. Gjatë gjithë bisedave që kemi pasur këtë vit, kemi rënë dakord që nuk mjafton thuash që qeveria e ka gabim. Nuk ka sot shqiptar që nuk e di që qeveria e ka gabim. Qeveria e ka gabim kur shkatron arsimin. Qeveria e ka gabim kur shet detin. Qeveria e ka gabim kur punson të paaftët dhe militantët. Të gjithë e dim që qeveria e ka gabim me ekonominë. Të gjithë e dim që qeveria e ka gabim kur i chargjon çdo studenti 150.000 lekë për TOEFL-in që s'ka nevojë. Të gjithë e dim që qeveria e ka gabim kur vën një stazh të detyruar 2 vjet, të cilin të rinj i kthen në një sklav në një punë të papaguar. Po kjo nuk mjafton. Ndaj në orën 5 tek Black Box në Tiranë do të kemi një takim ku të flasim për programin, për treguar që ne të rinjt socialistë nuk dim të themi vetëm kush e ka gabim, por dim të themi eksaktësisht se si mund të bëhet më mirë, eksaktësisht se sa duhet shpenzuar për buxhetin e arsimit, eksaktësisht se si duhen punësuar të rinjt. Unë e di që në Shqipëri disa të rinj punësojnë. Nëse sot je djalë ministri ose vajzë kryetare e parlamentit, ose sot je i lidhur me pushtetin, 1% e të rinjve sigurisht që punësohen. Ky nuk është program për 1% të rinjve. Ne sot kemi një program për 95% të rinjve, 99% të rinjve. Të gjithë. Ndaj do doja që te takimi i programit të vini me disa ide konkrete. Pse duhet hequr stazhi detyruar? Pse duhet rritur buxheti i arsimit? Si mund ta bëjmë ne më mirë çështjen e punësimit të të rinjve? Si mund të kemi një program që sot i jep përgjigje 99% të rinjve dhe jo asaj 1% që prej mamit ose babit në pushtet e ka siguruar jetesën. Dhe në fund, por jo më pak e rëndësishme,
ky është edhe një moment për të festuar. Kështu që siç jemi nga ajo ditë pas pallatit kongreseve, pas Black Boxit, pas ekspozitës për protestuesin shqiptar, do të kemi një fest të madhe në Tiranë pranë Kinema Millenniumit për të përqafuar njëri tjetrin, për të uruar një fillim të mbar këtij viti dhe për të përgatitur për një vit që do jetë një vit shumë interesant. Ka shumë gjasa që ky të jetë një vit zgjedhor. Nëse ky nuk është një vit zgjedhor, vetëm pak muaj në vitin tjetër kemi një vit zgjedhor. Atë sukses që arritëm me të rinë dhe kthyem dhe transformuam realitetën në Sarand, realitetën në Himar, realitetën në Laç apo në Kavaj apo në Burrel, ku nuk ja priste mendja kurkujt, të gjithë bashk me energji pozitive, me një rifreskim të madh, me refreshin që fillon ditën e diel, mund të kthejmë një transformim edhe një ndryshim të madh në të gjithë Shqipërinë. Kështu që unë ju falenderoj me gjithë zemrën. Faleminderit. 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 Sot kemi një mision. Edhe misioni që kemi duke filluar nga sot është që të infektojmë Shqipërinë me një pasion për ndryshim. Disa për jush kanë ardhur këto ditë dhe thonë çdo ditë në shkollë apo çdo ditë në punë, njerëzit na thonë që gjërat nuk bëhen. Dua t'ju them diçka, asnjë vend nuk ka në histori për njerëzit që thonë që gjërat nuk bëhen. Në qoftë se shikoni në historinë e kanë zënë vend njerëz që thonë që gjërat bëhen. Arsyeja pse ne jemi krenar për Skënderbeun është se para 500 vjetë tha kjo bëhet. Arsyeja pse sot kemi 100 vjetoren e pavarësisë është se Ismail Qemali tha kjo bëhet. Arsyeja pse Shqipëria u çlirua është se të rinj si Qemal Stafa me shok thanë kjo punë bëhet. Arsyeja pse ndryshoi sistemi është se në vitin 1990 edhe 91 disa të rinj mosha jon, pallatin në qytetin Studenti edhe në rrugët e Tiranës thanë ndryshimi bëhet. Arsyeja pse ne bëjmë refresh është se jemi ajo racë, ai grup, ajo përfaqësi e të rinjve që themi Shqipëria bëhet. Kështu që gjithë bashkë në 15 janar. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. 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 Faleminderit.